A ka pasur diçka që të ka bërë që të mësosh, si asë njëherë më parë? Divorci, edhe vetë martesa në moshë të re, për vendimet të tilla kaq të rëndësishme dhe serioze, më duke duhet me qenë mosha pak më e pjekurisë, jo aq e hershme 18 vjeçare. Po. Kjo është ajo që ndoshta e kam mësuar më shumë te edhe që kisha me qujt. Po, dështim, sepse unë asnjëherë në asnjë divorc nuk e shoh vetëm njërën palë, pa marrë parasysh rëdhunës. Si për martesë, edhe për divorc janë dy përgjithës. Këtu më duket ai dështimi që nuk kam arrit, ishte pikrisht ajo mosha 20 vjeçare. Dështojnë të dy palët në këtë rast. Është pikrisht ajo që nuk kam arrit me qenë ajo familja e plot, që më mbrenë në vazhdimsi që nuk kam arrit me mbajt për fëmijët një familje të plot. Do me thënë, kjo është mësimi më i madh në jetën tonë. Po, pjesë tjera, pikrisht kur u përmend edhe televizioni, kanë pikrisht të moshën 20 vjeçare, 22 kanë fillu me ardhë në Universitetin ABA, atër ka qenë kolegji, kështu që kjo moshë e mirë, kisha përshëndet edhe profesorin Ilir Tafa dhe për mundësinë që na ka dhënë, edhe kjo mosha më e bukur që na është ndreq pastaj me kalimin e kohës. Por moshës gjeneratës 20 vjeçare kisha me i thonë si mesazh, mos të friksohen nga të papriturat, sepse frika i step më shumë edhe i bën që mos me marrë vendimin edhe mendimin e duhur. Nëse ata e pëlqen, apo ju merr mendja që është ashtu mendimin me marrë të prindit, por me vendos vetë, dhe mos më bazu në paragjykime. E vërtet, pajtohem me këtë mesazh. Halil, një dështim që të ka mësuar në jetën tënde? Dështim, thënë drejtën ju, diçka taman për më mësu taman për tina për i gabimit, po se di, që është ta kja 20 vjeçar, unë e jo 36 ju martu. Imagina. Apo 36, edhe kisha pas qef ma herë mu martu. Që të kisha fëminë së të shok me kometa. E konsideron si dështim martesën e vonshme, ndoshta? Jo, as dëvënshme jo. Jo, po edhe 3 jo. Taman, ashtë taman një farë 30 atu në kumë po. Po, okej. I kumë kry do punë, do obligimet mija, do studime, do shkolla, që ta kumë pas në ato të 6 vjetë nuk mund është bashkështu me dështu. Jo dhe, nuk ka i dështim, taman aja vendosje. Edhe unë shumë e rejë mbu, 21 vjeçare më bunon, po kështu që... Një dështim që ke mësu? Një dështim që kom mësu nështë edhe që kjo shumë, unë e fatë kom që jem nënë edhe gëzona edhe në më thonë tash djali 20 vjeç që po folim për moshën 20 vjeçare, në 19 është, po gati 20-at, po njëri nuk është i knaqë, do më thonë nuk është i pagabushëm 20 vjeç. Gabon, vërtet gabon. Në fakt edhe 20 edhe 50 jemi të gabushëm, prap. Po du më thonë që 20 vjetë ty do këtë vetja superior, gjithçka është të shku në regull, a faktikisht në qatë rrugtim veç